shkrim, që është dëni që modeli i zgjedhjeve të kaluam të gjithë kundër Arben Vitis ka mu apliku prap. Po, ma funksionon. Edhe jemi këtu, prap e bisedojmë. A funksionon se? Funksionon shkelqyshëm, si sa hatë. Kundër Arben Vitis që i bjen fiton për Parim Rama. A dhe pse s'ka Po normal. A dhe pse Që në argument, që shë jape unë s'dita me A dhona dhe pse s'funksionon? Se ma herët u kun vetëvendosja janë për shtet. Tash kur erdha Arben Vitia nuk deshin mja dhon prap vetëvendosjes. Apo jo, së shpendi u kun vetëvendosja. Mas në undo, po ajo konsiderohet si vetëvendosja. Shikoj, elektorati lokal keno. Vazhdimisht synon që një kandidati me anon s'paku 2 mandate me këj punë që i kanë me. Pse adhan ka me njës Kadir Rahimat, jo që është Churchill. Mhalli. Jo, Churchilli pas Po, lutës 2 do puni ka bo, votore edhe do puni ka pëmtu që i krynë, thëjnë edhe një mandat. Shpendit ja kanë dhonë Prishtinë 2 mandate, për parimit kanë mja dhonë 2 mandate. Që kështu e shohon. Po, vetëm pak se Krenari s'po menon kështu. Krenari po menon që vota e Uran Ismailit nuk shkon blanko për zotin për. Si pas bindjes ta. Bile unë menoj që ma shumë se blanko ka me konë. Ka me votu edhe të vetëvendosjes që s'kanë me votu për Parim Rama. Jo, më nësfar, jo. Se ka dëshirë, është Ekipin ma të mirë. Po, ta që se him për e kësi, unë e him. Ekipin ma të mirë e ka pos PDK-ja në Prishtinë. Është ekip që ja kanë gjohë Kurreshtin gjeneratës Z. Gjenerata Z ende nuk e ka kriju atë, si të them, atë ngjizje me ndonjë parti të caktuar. Ata e kanë kqyr kandidatin, ja ka kqyr ekipin, edhe ju ka pëlqy shumë kandidati PDK-s Urani. Kjo, vetë vetio nën kupton që aty nuk ju pëlqen për parimi, se më kone këshim votu për parimin, pëse me votu Uranin. Po ka zgjedhje dytë. Matoshi ka thonë, si pas një analizet që e ka parë Matoshi, thotë në zgjedhje dytë nga 10 personat të anketuar të intervjuar, 8 janë për shkojnë për përparimin atë të Uranit. Kthejnë ka përparimi, jo ka Hajrullahu. Këtë e ka thonë Matoshi një ditë në emision këtu. Këna shonë atin fort mirë që në Prishtinë në pikat, që me i thonë, vetëvendosjes që të dja i kanë komitete a pika, me thonë drejtë e zi shoshtë organizu me pak përqët shumë ajo parti, se di. Pika, nuk është përqët shumë pika mu shetë pusi. Në Prishtinë janë pikat e vetëvendosjes të irritume, këna shola të irritume, për shkak që nuk e kanë zgjedhë dega kandidatin, për ja ka zgjedhë Albin Kurti. Prandaj janë shumë të irritume. Unë menoj që shumë njerëz të VVS kanë me qu votën të për Parim Rama. I ka informatat nga bosa. Nga pikat i ka. Nga pikat informatat. Zoti Goshi për të mirën, Zoti Goshi për të mirën nëse të keqen tonë. Ti ishin në revolucion më qu pikat e vetëvendosjes. Zoti Goshi për të mirën nëse të keqen tonë, 40 vjetë veç me informacion një më, edhe me analizë. Ja, që të vetëvendosja dhe pikat e vetëvendosjes. Shiko, une nuk ju mojë me punë të rita. Stimojnë ato 14 vjetë. O Zoti Goshi, une s'ju mojë me punë të rita. E të pesta. E ku pedin që une ju mojë, jo une për veti për flasë. E vërtet është që do të lili vish, do me thonë që ka qëllu gjatë, a i që morë 14 vjetë, s'ka lidhe. Ku shkon vota e PDK-s Gash për ty? Vota e PDK-s mendoj që ka muda në së paku 3 fraksionet mdaja. Po i treti son gavë, gabim e ki, në stad. Jo, tretin e ka fjallën. 2 garusjon. Tretin e ka fjallën që s'dalin me votu heq. Po, a është kështu? Ka lexuar mendjen? Nga jashtë, po, pikrisht. Kur ngon, edhe e lexon se nuk ka që foli ku me di sa meqëm. Jo. Po kur s'ngon, s'ta më vesh. Absolutisht, ata që kanë dalë me votu, ata që kanë dalë me votu njëherë. Kjo është rregull. Ata që dalin me votu njëherë. Pavarësisht që u kandidati tyne dalin e përmbushin vetën te kandidati që ju duket më afërt. Ata dalin që të gjithë zgjedhjen. Gashi po mendon ndryshe, urdhro Gash. Jam duke dëgjuar. Një pjesë e votuesve që kanë votu për Uran Ismailin, jo domosdo që kapën mas logos së partisë këtë rast PDK-s, kanë me votu për Ajrolla Qekut. Një pjesë më e madhe se